Pas ballafaqimit nuk kishte më vend për keqkuptime, as për justifikime të vogla që mbahen gjallë vetëm për të shtyrë fundin. Ekranet e mëdha kishin folur. Pamjet, fjalët, deklaratat e thëna larg shtëpisë, gjithçka tashmë ishte në dritë. Ajo që deri dje mund të quaj dyshim, sonte u kthye në të vërtetë të pakundërshtueshme. Edi dhe Dolce qëndruan përballë njëri tjetrit, jo më si dy persona që kërkojnë përgjigje, por si dy njerëz që po kuptonin se rruga e përbashkët kishte marrë fund. Sytë e Edit ishin ende të skuqur nga lotët. Zëri i tij dridhej, jo nga inati, por nga lodhja emocionale e dikujt që kishte luftuar gjatë për diçka që tashmë e ndjente të humbur. Pse ma bëre këtë? E pyeti ai, me një thjeshtësi që dhemte më shumë se çdo britm. Nuk ishte një pyetje për të hapur debat, por një thirrje e fundit për sinqeritet. Pse e lejoi të besonte? Pse e mbajti afër, nëse në fund gjithçka ishte thjesht lojë? Dolce heshti për disa çaste. Nuk kishte më skenar, as kamera që ta shpëtonte nga e vërteta. Pastaj foli, me një ton të përzier mes mbrojtjes dhe dorëzimit, unë të kam dashur, o vëlla. Çfarë të bëj tjetër? Ti s'më doje. Ato fjalë ranë. Jo sepse ishin të ashpra, por sepse tregonin sa larg ishin bërë nga njëri tjetri. Secili kishte ndërtuar një version të vetin të historisë. Edi mendonte se kishte dhënë gjithçka. Dolce mendonte se nuk kishte marrë mjaftueshëm. Mes këtyre dy perceptimeve, u shua ajo që dikur dukej si ndjenjë, për Edin, ajo fjali ishte goditja e fundit. Ai kuptoi se po flisnin gjuhë të ndryshme, se ajo që ai e quante dashuri, ajo e quante mungesë vëmendjeje. Dhe kur dy njerëz nuk bien dakord as mbi ndjenjat që kanë ndarë, atëherë ndarja nuk është më zgjedhje, por domosdoshmëri. Biseda nuk u zgjat shumë. Nuk kishte më kuptim. Çdo fjalë shtesë vetëm do ta thellonte plagën. Në atë heshtje të rënë, të dy e kuptuan se ajo që i kishte lidhur, po i ndante tani përfundimisht, kështu erdhi ndarja. Pa dramë të madhe. Pa britma, por me një qetësi. Po e shkruaj këtë reagim sepse heshtja në raste të tilla nuk është pjekuri, por lejimi i sjelljeve që nuk duhen normalizu. Gjatë ditëlindjes së Dolces, një ditë që duhej të ishte festë, gëzim dhe respekt, u shndërrua në një situatë të shëmtuar për shkak të një debati të ashpër, të panevojshëm dhe thellësisht fyes nga ana e një personi që e tregoi qartë mungesën e edukatës dhe karakterit, me ardhur në një ambient feste dhe me hedh fjalë provokuese, të ulta e pa pikë turpi, duke përdorur shprehje si hiq rrobat, cullak, apo duke aluduar në gjëra që nuk i takojnë askujt tjetër përveç personit vet, është tej. Çdo kufiri njerëzor. Këto nuk janë shaka, nuk janë spontaneitet dhe as fjalë të momentit, janë shenja të një mendësie të prishur dhe një sjellje e perverse që nuk ka vend askund, e aq më pak në një ditë feste, të flasësh për trupin, dinjitetin apo jetën personale të dikujt tjetër në atë mënyrë, tregon mungesë totale respekti, kontrolli dhe vetdijeja. Një djalë që sillet kështu nuk është i fortë, nuk është i sinqert dhe as i drejt për drejt, është thjesht një djalë pa karakter, që mendon se ofendimi e bën interesant ose superior, nuk ka asnjë justifikim për këtë lloj gjuhe. As alkooli, as nervat, as e kaluara, e aq më pak ndonjë mall i supozuar. Malli nuk shprehet me ofendime. Nostalgjia nuk shprehet me ulje dhe provokime. Kush mendon se mungesa e respektit është formë ndjenje, gabon rënd. Unë nuk kam mall për askën që nuk di me respektu. Nuk kam asnjë dëshirë me u kthye pas të njerëz që e ngatërojnë lirinë e shprehjes me fyrjen dhe guximin me perversitetin verbal. Dhe mbi të gjitha, nuk kam arsye me hesht kur dikush mendon se mund ta shkel dinjitetin tim apo të kujtdo tjetër pa pasoja. Ky shkrim nuk është për me u viktimizu, as për me nxjerrë urrejtje. Është për me vendos kufi. Kufi të qartë që nuk kalohen, pavarësisht kush je, çfarë mendon apo çfarë ke qenë dikur. Respekti është minimumi bazë i komunikimit njerëzor. Dhe kush nuk është i? Në mes të primejt, ndërsa banorët ishin të gjithë të ulur dhe atmosfera dukej në pamje të pareqet, Fjolla u përfshi papritur në një përplasje të fortë me lavdrimin. Ajo u ngatërua gjatë fjalës së tij, sepse ajo që ai po e quante lavdërim për të, në sytë e saj ishte hipokrizi e pastër. Me zë që fillimisht dridhej nga nervat, Fjolla ndërhyri duke thënë se ishte e lodhur nga njerëzit që, siç u shpreh ajo, nga njëra anë të hedhin krahun në qafë, të buzëqeshin dhe të japin ndjesinë e mbështetjes, ndërsa nga ana tjetër hapin gropa pas shpine. Ajo foli për njerëz të këqij, për qëndrime të dyfishta dhe për fjalë që nuk përputhen me veprat.
Sipas saj, loja ishte bërë e pisë dhe e padrejtë, dhe ajo nuk ishte më e gatshme ta pranonte këtë sjellje si diçka normale. Fjolla theksoi se gjithçka po ndodhte para kamerave, por se e vërteta ndjehej shumë më thellë se sa ajo që shfaqej në ekran. Në atë moment, lavdrimi reagoi. Me një ton të prerë, por të mbushur me irritim, ai u drejtua fjollës duke i thënë se që nga dita që ajo kishte hyrë në shtëpi, ambienti kishte ndryshuar për keq. Ai tha hapur se shtëpia kishte hyrë në sherr për shkak të saj, se tensionet, konfliktet dhe përplasjet kishin marrë tjetër drejtim prej pranisë së saj. Fjalët e tij ranë rënë në studio dhe krijuan një heshtje të shkurtër. Por të ngarkuar, kjo ishte pika që e bëri fjollën të shpërthente. Ajo u ngrit në këmbë në mes të primejit me një lëvizje të shpejtë dhe të vendosur, ndërsa zëri i u bë edhe më i fortë. Me sytë që i shkëlqenin nga nervat dhe zhgënjimi, ajo filloi të bërtiste, duke thënë se nuk pranonte të bëhej fajtore për çdo sherr dhe çdo konflikt. Ajo tha se nuk kishte hyrë në shtëpi për të shkatëruar askënd, por për të qenë vetvetja, dhe se nuk do të lejonte që dikush ta përdorte si justifikim për problemet e veta. Ndërkohë, të gjithë banorët e tjerë qëndronin të ulur, duke e ndjekur situatën në heshtje. Askush nuk ndërhyri. Disa shikonin nga poshtë. Disa shkëmbenin vështrime mes tyre. Në Grande Fratello, ku çdo ndjenjë vihet në provë dhe çdo fjalë ka peshë të dy fish, sonte u shënua një nga momentet më të rënda emocionalisht të këtij edicioni. Një moment që nuk kishte lidhje me strategji, nominime apo lojra mendore, por me diçka shumë më të ndjeshme, zemrën e një njeriu që besoi sinqerisht që më herët, jashtë shtëpisë në Itali, Dolce kishte deklaruar hapur se Edin e shite thjesht si pjesë të lojës, si dik për të kaluar kohën, pa ndjenja reale, pa përfshirje emocionale, pa pritshmëri. Një deklaratë e ftohtë, e drejtë për drejtë, që për publikun mund të ishte thjesht një koment, por për Edin, po ta kishte ditur, do të kishte qenë një paralajmërim i dhimbshëm. Por Edi nuk e dinte. Ai hyri në atë raport me ndjenja të pastra, me respekt, me kujdes dhe me një ndjeshmëri që rrallë shihet në një format kaq të ashpër si ky. Për të, Dolce nuk ishte lojë. Ishte person. Ishte afërsi. Ishte diçka që po linte natyrshëm, pa skenar, dhe pastaj erdhi sonte. Edi dhe Dolce u gjendën përballë një ekrani gjigant, në një nga ato momente që produksioni i përdor për të nxjerrë të vërtetat e fshehura. Askush nuk e dinte se çfarë do të shfaqej. As Edi. As Dolce. As publiku nuk ishte gati për atë që do të pasonte. Kur videoja filloi dhe zëri i Dolces u dëgjua qartë duke thënë se Edi ishte thjesht për lojë, për kalim kohe. Fytyra e Edit ndryshoi. Fillimisht hutim. Pastaj mosbesim. Pastaj një heshtje e rëndë, ajo heshtje që vjen kur truri refuzon ta pranojë realitetin. Sekondat kalonin, por për Edin dukeshin si minuta të pafundme. Çdo fjalë që dëgjonte i shponte zemrën. Çdo buzëqeshje e saj në video i dukej e huaj. Gjithçka që ai kishte ndërtuar në mendjen e tij, çdo moment, çdo bisedë, çdo afrim, filloi të shembej para syve të tij, dhe atëherë Edi u thye, nuk ishte inat. Nuk ishte xhelozi. Ishte zhgënjim i pastër. Ishte dhimbja e një njeriu që kupton se ka dashur më shumë se sa duhej, se ka besuar më shumë se sa pala tjetër meritonte. Lotët i rodhën pa.